Bia hyn në dhomën ku po rrin Edi dhe Toni dhe menjëherë fillon t'i ngacmoj të dy me buzëqeshjen e saj provokuese, thjesht për t'i çuar në siklet dhe për të ndezur pak atmosferën. Ajo u afrohet, i vështron nga kokat e këmbët dhe thot me ton lojcak, "Ua, po ju të dy që keni bërë shumë të fortë këto ditë. Nuk po di këtë vlerësoj më shumë." Edi dhe Toni e shikojnë njëri tjetrin, të hutuar por edhe të argëtuar nga energjia e saj. Duket qartë që Bia po kërkon vëmendje dhe po i provon se sa larg mund t'i çojë me humorin e saj të guximshëm. Ajo vazhdon akoma më shumë, duke i ngacmuar me fjalë të dy, "Po ju them seriozisht, nuk e di kush prej jush është më interesant. Ju dy bashk mund të bëni gjithë shtëpinë të flasë." Edi qesh me zë të lartë, ndërsa Toni e ul kokën dhe buzëqesh si i turpshëm, por i vëre se faqet i skuqen. Të dy shtangen për një moment, sepse nuk e prisnin që Bia t'i vinte në shënjestër në atë mënyrë kaq të drejtë për drejtë. Situata bëhet edhe më e sikletshme kur Bia afron një karrige dhe ulet mes tyre, sikur po pret që dikush të reagojë. Ajo tun këmbën, bën sikur s'ka ndodhur gjë dhe thot me ton sfidues, "Hajde, pse jeni ngrirë? Mos u trembni. Unë vetëm po ju testoj. Të shoh kush i përballon batutat e mia." Edi dhe Toni shpërthejnë në të qeshura nga situata, por në shtëpi fillojnë menjëherë zërat dhe thashe themet. Disa banorë që dëgjuan nga larg rrinë me veshët hapur, sepse gjithçka që po ndodh mes Bies, Edit dhe Tonit duket se do të shndërrohet në dramën e radhës të natës. Askush nuk e di se çfarë do të ndodh më tej, por një gjë është e sigurt. Bia sapo ka ndezur një tjetër zjarr brenda.